Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë qëndrimit në Abu Dhabi njoftoi se në mes të shtatorit do të mbahet një paradë e madhe ushtarake në Beograd. Një paraqitje e tillë nuk është parë më parë në rajon, sipas presidentit serb. Ai tha se para qytetarëve do të prezantohet shumë prej asaj që ata nuk e dinë se është blerë ose prodhuar në Serbi dhe tashmë është futur në armatimin e ushtrisë së Serbisë. Sipas tij, forca e ushtrisë serbe është një argument i fuqishëm mbrojtës për të parandaluar që dikush të mendojë se Serbia mund të jetë pre e lehtë. Vučić theksoi se forca ushtarake ruan paqen dhe stabilitetin pa kërcënuar askënd dhe shërben si mjet për të mbrojtur pavarësinë dhe lirinë e vendit. Më tej, presidenti serb shtoi se bota është e mbushur me pa siguri, prandaj bashkëpunimi me Emiratet e Bashkuara Arabe në fushën ushtarako-teknologjike do të intensifikohet. Në diskutimet me sheikun Mohammed bin Zayed, ai kërkoi ndihmë në teknologji të lartë, veçanërisht për sektorin ushtarak, për shkak të pozicionit strategjik të Serbisë, rrethuar nga vendet e NATO-s. Sa i përket detajeve të paradës ushtarake, Vučić zbuloi se ajo do të mbahet në një nga fundjavat e messhatorit, më 12-13 ose 19-20 shtator në Beograd, dhe do të jetë një shfaqje që nuk e mban gjurmën e së rëndomtës në rajon. Aty do të prezantohen sipas tij pajisjet e fundit ushtarake, më të reja të cilat Serbia i ka blerë ose prodhuar, por që publiku nuk i ka parë kurrë më parë. Qëllimi i kësaj parade është qartësisht mbrojtës, sipas Vučić. Ai tha se duke prezantuar armat më të reja, Serbia tenton të mbajë larg kërcënimet dhe të ruajë stabilitetin, por pa sulmuar askënd tjetër. Vučić gjithashtu përmendi bashkëpunimin ekonomik që Serbia ka pasur me Emiratet, me projekte favorizuese financiare dhe me kushte të volitshme kredie. Ai sqaroi se Emiratet kanë qenë gjithmonë partner të besueshëm në kohërat e nevojës dhe shpreson që kjo mbështetje të vazhdojë edhe në të ardhmen.